تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Gjithë lavdia I takon vetëm Allahut, atë lavdërojmë dhe I shprehim lavdi, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu s'ka kush e devion dhe kë e devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, Ti je I lartësuar dhe I pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë posa asaj që na ke mësuar Ti. Në të vërtetë Ti je gjithdituri I urti, o Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi. Na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Mëtej, vazhdojmë me leximin e librit Umdatul Ahkam të autorit Abdul Ghani al-Maqdisi, Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani al-Maqdisi, I cili ka lindur vitin 541 dhe ka vdekur në vitin 600 të Hijretit. Allahu e mëshiroft, e falt atë, na falt ne dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët, të gjallët dhe të vdekurit. Në temën e radhës jemi pra një temë tjetër që quhet el-wasaja, babul wasaja, do thot tema për testamentin apo porosin. Wasaja është, ose kuptohet arabisht fjala wasaja është shumës I fjalës wasije, që do thot porosi ose testament. Edhe ka prej kësaj rrënje dhe folje, siç është në ajetin wa wassa biha Ibrahimu benihi wa Yaqub. Do të thonë me këtë fjalë I porositi ose wala porosi dhe testament Ibrahimi fëmijëve të vet, djemve të vet dhe gjithashtu edhe Jakubi. Dhe kjo do të thonë porosia pra kuptimi gjuhësor lidhet më shumë me gjuhën arabe, kurse kuptimi sheriatik ose kuptimi terminologjik I fjalës porosi është një beslidhje ose një urdhëresë, do të thonë, e veçantë për se si të veprohet me pasurinë e njeriut pas vdekjes së tij. Do të thonë një porosi e veçantë për veprim në lidhje me pasurinë ose për dhurim të pasurisë pas vdekjes. Kjo është, do të thënë, qëllimi I porosisë. Dhe kjo është e ligjshme në shariat, pra ka thënë Allahu subhanahu wa taala, kutiba alaykum idha hadara ahadakum al-mautu in taraka khayran al-wasiyya. Do thotë, ju është shkruar, do të thonë, ju është bërë e ligjshme ju që kur t'i vi vdekja dikujt, nëse le pasuri, atëherë do të thonë të lër porosi ose testament. Dhe gjithashtu është argumenti për ligjshmërinë e porosisë ose testamentit është në hadithet shumëta dhe për atyre këto që do të t'i lexojmë që janë në 2 sahihet. Dhe gjithashtu është me ijma, do të thonë në të gjitha kohrat, në të gjitha vendet, të gjithë dietarët e umetit janë në pajtim se është wasijeti ose testamenti është I ligjshëm në Islam. Edhe kjo është prej bukurive të Islamit, do të thonë si do ta shpjegojmë se testament lihet për një pjesë të pasurisë. Edhe kjo është prej bukurive të ligjit të Allahut subhanahu wa taala, që Allahu ja mundson robit të tij që të përfitojë prej pasurisë së tij, do të thonë mos mbetet e gjithë pasuria borxh e dikujt tjetër. Do të thonë patjetër që njeriu kur të vdes nuk është
nuk është ligji i atill që patjetër kur ai të vdes, që mos ketë drejt të vendos për pasurinë e tij për më vonë. Por ka të drejt vendos që të fitojë për ahiret, do të thonë të bëj vepra të mira me pasurinë e tij, të japë sadaka ose ndihma, do të thonë edhe pas vdekjes, që të fitojë prej pasurisë së tij. Por gjithashtu prej bukurisë së shariatit është që nuk i ka lënë njeriu që gjithë pasurinë ta vendosë në një vend caktuar, por ka patjetër hise të qartë edhe për trashëgimtarët. Dhe trashëgimi vjen pas kësaj teme dhe do t'i shpjegojmë aty detajet me sa na ndihmon Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe për këtë vlerën, do të thonë, ose mirësinë e kësaj norme ligjore, gjithashtu është sqaruar në hadith kutsi që ka thonë se thot Allahu abiri Ademit, unë të kam lënë një pjesë të pasurisë tënde, ta kam lënë në momentin kur ta kam marrë shpirtin, që me të ndihmoj dhe të pastroj. Domethënë që njeriu edhe në momentet kur vjen vdekja mund të përfitoj me pasurinë e tij për në ahiret, për pas vdekjes. Dhe testamenti kanë përmendur dietarët se ka pra shumica përmendin se janë dy lloje. Është testament që është obligim dhe testament që është i pëlqyer. Mirë po përmendin disa dietarë se ka edhe nga ana e kundërt, testament që është haram dhe testament që është mekruh, domethënë i urryer. Nuk është haram, mirë po nuk është i pëlqyer. Do thotë nëse dhe gjithashtu është edhe norma e 5, të gjitha normat e shariatit, 5 normat e shariatit, do të thonë mund të jetë obligim ose sunnet apo mustahab, ose mund të jetë haram ose mekruh, edhe mund të jetë mubah, e lejuar. Mund të jetë testamenti i lejuar. Mund të jetë obligim nëse njeriu ka ndonjë borxh që për cilin nuk ka dokument. Do më thanë, i ka marrë borxh dikujt dhe nuk ka dëshmitar për atë borxh, do më thanë, ky e di se e ka marrë borxhin filanit dhe kur ja ka marrë nuk ka pas dëshmitar dhe nuk është i shkruar, nuk është i dokumentuar ky borxh. Dhe nëse vdes, atëherë borxhdhanësi nuk ka me se ta vërtetoj hakun e tij, atëherë ka obligim borxhmarrësi që të shkruaj testament, edhe ta sqaroj se i ka borxh filanit. Do të thonë që i porosit pasardhësit që ta lajnë atë borxh që e ka pasur. Sepse çdo gjë, kjo është rregull e shariatit, çdo gjë pa të cilën nuk mund të plotësohet një obligim, edhe ajo është obligim. Do të thonë, sigur në këtë rast, pra obligimi i kryerjes borxhit nuk mund të plotësohet me tjetër mënyrë përveç se me wasije, do të thonë me këtë porosinë e shkruar ose testamentin e shkruar. Atëherë është obligim. Është e pëlqyer ose e preferuar ose është sunnet apo mustahab nëse njeriu ka pasuri të madhe, le shumë pasuri dhe gjithashtu ka trashëgimtar që nuk janë nevojtar. Do të thënë edhe trashëgimtarët kanë një sasi të pasurisë. Atëherë është e preferuar që të lërë testament, por në kufirin maksimal 1/3 të pasurisë. Do të thënë nuk lejohet më shumë se 1/3. Është mekruh nëse ka trashëgimtar të varfër. Do të thënë fëmijët janë nevojtar dhe ka pasuri dhe do të thënë le prej asaj pasurie testamente për sadakat ndryshme, do të thënë jashtë trashëgimtarëve të tij. Atëherë kjo është mekruh. Do të thënë se si do ta lexojmë hadithin, ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, ti lësh trashëgimtarët të pasur është më e mirë, pra më e vlefshme para Allahut subhanahu wa taala se sa ti lësh ata nevojtar që t'u lipin njerëzve. Do të thënë, në këtë rast është mekruh,
kurse është haram nëse le testament bëj 1/3, sepse këtë ka ndaluar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Do të thonë nëse le gjysmën e pasurisë ose gjithë pasurinë e le testament për dikant tjetër, atëherë është haram. Edhe ky testament nuk zbatohet, nuk pranohet, do të thonë është i refuzuar ligjërisht në shariat. Edhe është halal, do të thonë është mubah, nëse njeriu ka trashëgimtar që janë pasanik, do të thonë edhe nuk ka shumë pasuri, do të thonë mund të lërë ose mund mos lërë. Prej haditheve që i ka përmendur autori rahimahullah këtu është hadithi i 290 që ka thënë an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, do të thënë transmetohet nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. Do të thonë nuk është hak për muslimanin, nuk është e drejtë për muslimanin që ka ndonjë testament që duhet ta lërë dhe do të thonë nuk i takon, nuk është hak për ta që të kalojnë 1 natë ose 2 natë pa e pasur testamentin me veti, do të thonë ta ketë shkruar. Kjo është hadith që transmetojnë Buhariu dhe Muslimi, kurse në Sahihun e Muslimit shtohet se ka thënë Abdullah ibn Umar, fa wallahi ma marrat alayya laylatun mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dhalika illa wa indi wasiyati. Ka thënë wallahi nuk më ka ndodhur që të më kaloj 1 natë që kur e kam dëgjuar këtë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, s'm ka ndodhur që të më kaloj 1 natë pa e pasur testamentin me veti. Pra në këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e nxit umetin që të nxitojnë, do të thënë për shkrimin ose për verifikimin e dokumentit të testamentit, edhe ta përdorin shansin ose mundësinë sa nuk ka ikur, sepse askush nuk e di se kur do t'i vi vdekja, prandaj duhet të jetë i gatshëm edhe duhet ta ketë të kryer atë që ka obligim, ose gjithashtu të kryej punë që janë të dobishme për ta, që prej cilave do të përfitoj, do të thonë ta shfrytëzoj mundësinë kur e ka. Pasi mund vi momenti kur nuk do të ketë mundësi. Dhe do të thotë në këtë hadith thotë se ai që ka testament që duhet ta lërë, ta sqaroj, atëherë nuk guxon të kalojnë më shumë se 2 natë pa e kryer pa e pasur, do të thonë testamentin me veti. Nga ky hadith do thotë përfitojmë se është testamenti i ligjshëm. Edhe përpara se të kalojmë te ato përfitimet nga hadithi, gjithashtu përmendim edhe fjalën e Abdullah ibn Umarit, do thotë ku tregohet se si ka nxituar për ta plotësuar këtë udhëzim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë sikur e ka dëgjuar këtë fjalë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë nuk e ka leju vetes që të jetë pa testament as 1 natë. Do të thonë kjo është e shohim në shumë hadithe, sigurisht keni vërejtur në hadithet shumëta ku sahabët e përmendin dhe zakonisht transmetuesi përmend që nga ai moment që kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nuk e kam lënë këtë vepër asnjëherë. Do të thonë kjo ka qenë rruga e sahabëve në nxitim për t'i kryer ato udhëzimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qofshin në mënyrë urdhërore, obliguese, ose edhe nëse nuk janë obliguese, pra nuk e kanë lënë atë të cilën i ka udhëzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra kanë nxituar që menjëherë ta zbatojnë dhe gjithashtu kanë qenë të vazhdueshëm deri në vdekje në të njëjtën vepër. Asnjëherë nuk e kanë braktisur atë vepër. Këtu tham, do të thonë ky hadith është argument për atë që tham më herët se testamenti është i ligjshëm në shariat. Edhe ky është një prej haditheve që vërtetojnë, ajeti më herët e përmendëm edhe gjithashtu ixhmai dietarëve. Do thotë është që testamenti është i ligjshëm. Edhe testament
sqaruar edhe normat e testamentit, do të thonë mund të jetë obligim kur njeriu, dhe kjo mund të nënkuptohet nga ky hadith. Do të thonë, pra disa prej dietarëve kanë thënë se ky hadith flet për testamentin e obliguar. Pra nëse dikush ka diçka që duhet patjetër ta kryej, edhe nuk e di se kur do t'i vi vdekja. Do të thonë ka hyrë në borxh te dikush, edhe nuk e di se kur mund të vi vdekja. Edhe borxhi është diçka që mbetet mbi kurrizin e njeriu edhe pas vdekjes. Prandaj e ka obligim që ta shkruaj testamentin që ta transferoj, domethënë këtë mundësi për ta la borxhin te trashëgimtarët e tij. Nxitim duhet patjetër, domethënë të shpejtoj njeriu. Po ashtu ky hadith tregon se vetëm shkrimi i testamentit mjafton. Domethënë vetëm nëse njeriu e shkruan me shkrimin e vet dhe familjarët ose trashëgimtarët ja njohin shkrimin, kjo mjafton, do të nuk ka nevojë për dëshmitar, por vetëm nëse e ka shkruar vet njeriu edhe pas vdekjes tij, trashëgimtarët në bazë të shkrimit ose letrës për shembull ose vendit ku e ka mbajt ai person, ku e ka mbajtur testamentin, do të thonë e dinë se është e tij, atëherë e kanë obligim të punojnë sipas tij dhe nuk ka nevojë për dëshmitar ose vërtetime të tjera. Gjithashtu nga ky hadith përfitojmë vlerën e Abdullah ibn Omerit radhiyallahu anhuma, edhe nxitimin e tij për bërjen e veprave të mira dhe nxitimin për zbatimin e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, secilën i mësi, do të thotë siç dihet prej jetës së Abdullah ibn Omerit. Disa dietar kanë thënë që ky hadith flet për testamentin që është obligim. Mirë, po disa thonë, është vlen edhe për testamentin e pëlqyer, do të thonë që është mustahab ose sunet. Është vlen ky hadith, do të thonë që sepse tregon që njeriu duhet të jetë i gatshëm, i përgatitur gjithmonë për momentin e vdekjes. Edhe nëse kalon testament që t'jepet edhe pas vdekjes tij diçka, do të thonë t'i ndihmohet dikujt prej të afërmve, do të thonë të familjes, që nuk janë trashëgimtar, ka mundësi të ketë ndonjë prej familjarëve që me rregullat e trashëgimisë nuk trashëgojnë prej tij, mirë po që e di se janë nevojtar. Edhe i ndihmon ose le testament për diçka tjetër, për luftë në rrugën e Allahut për shembull, ose për mësimin e fesë Allahut, për shkolla, për nxënësdije për shembull, ose për të varfër ose për jetima, domethënë pasuri të caktuar, ngjashëm me wakfin, me dallimin se wakfi është që i transferohet pasuria duke qenë gjallë njeriu, kurse testamenti lihet, do të thonë që pas vdekjes tij të bëhet të realizohet ose të zbatohet ai urdhër. Prandaj kanë thënë nëse edhe për ato që janë të preferuara, e jep me kohë njeriu kur është i shnosh, do të thonë nuk i ka shenjat e vdekjes, por është në shëndetin dhe fuqinë e tij të plot, edhe ka pasuri, edhe mund ta lërë këtë testamentin, do të thonë duhet preferohet ta lërë më herët, që nëse vjen momenti i vdekjes, vijnë rrethana, do të thonë ka mundësi që të vinë shkaqet e vdekjes që janë të shpejta, për shembull për disa minuta mund të vdes njeriu, ose për një orë ose disa orë, qoftë ajo smundje ose qoftë, do të thonë lëndime kështu me radhë, do thotë askush nuk e di përfundimin se si e ka, dhe lutim Allahun që të na japë përfundim të bukur të gjithëve. Pra, nëse e kalon me kohë testamentin, atëherë në ato momente para vdekjes nuk do të angazhohet me çështjen e pasurisë, edhe t'i porosis njerëzit e të thrasë dikon që është i besueshëm e kështu me radhë, por në ato momente, do të thonë vasijetin e ka
të kryer, atëherë angazhohet me atë që është më dobishme për të në momentin e vdekjes, do thotë me vepra të mira të tjera, me dhikr, me dua e kështu me radhë, do të thonë që është i përgatitur për ato momentet e vdekjes. Do të thonë prandaj ky hadith e përfshin edhe testamentin që është obligim, edhe testamentin që është mustahab ose pra e pëlqyer. Dhe duhet të ketë kujdes njeriu që mos bëj padrejtësi me testament. Ka mundësi dikush që do qëllimisht ti dëmtoj trashëgimtarët e tij, ose ti bëj padrejtësi dikujt prej trashëgimtarëve me testamentin e tij. Dhe kjo është prej veprave më të këqija, do të thonë padrejtësia ndaj fëmijëve për shembull, ose trashëgimtarëve, pra njerëzve më të afërt. Kjo është prej mëkateve më të mëdha, do të thonë prej padrejtësive më të këqija. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innal abda la ya'malu bi ta'ati llahi 70 sana. Do të thonë ka rob që punon me bindje ndaj Allahut, me vepra të mira, do të thonë 70 vjet, thumma yajuru fi wasiyatihi. Pastaj bën padrejtësi në testamentin e tij. Atëherë fayadkhulu an-nar. Edhe për këtë hyn në xhehenem, Allahu na ruaj. Prandaj do të thonë duhet të ketë kujdes që të jetë i drejtë dhe të jetë do të thonë që u bën dobi atyre që u ale testamentin dhe atyre tjerëve që kanë hak në trashëgimin e pasurisë. Ky nxitimi për shkrimin e testamentit ka gjithashtu dobi tjetër, se njeriu është në adhurim, që kur e shkruan testamentin, do të thonë është në ibadet. Thotë është duke e ruajtur testamentin dhe vazhdon të fitoj shpërblime të shumta deri në vdekje. Do të thonë me vetë shkrimin e testamentit. Prandaj këtë ka bërë Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhu me. Edhe gjithashtu kjo tregon vendosmëri për bindje ndaj Allahut. Tregon vendosmëri, do të thonë që njeriu edhe mençuri, do të thonë që i ka kryer punë dhe çështjet me kohë. Nuk ka lënë kur të vi momenti i vdekjes, do të thonë që t'ua vështirësoj familjarëve kështu me radhë, por i ka kryer të gjitha çështjet në kohën e vet. Gjithashtu edhe e bën testamentin në mënyrën më të mirë, kur është i shëndosh, me mendje të shëndosh, të plot, me, do të thonë, pa ndonjë friksim ose breng, do të thonë e bën testamentin në mënyrën më të bukur, se në momentet e vdekjes, nxitimit, smundjes, harresës e kështu me radhë, do të thonë ka mundësi të bëj edhe gabime, edhe padrejtësi në testament, që testamenti të jetë sipas rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Përndryshe, do të thonë nëse vepra nuk është e sinqertë për Allahun dhe nuk është sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ajo nuk pranohet. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd." Do të thonë kush bën një vepër që nuk është sipas urdhrit ton, ajo është i refuzuar. Edhe për këtë shkak, do të thonë duhet ta bëj në mënyrën e mirë, të qartë dhe të drejtë, pa padrejtësi. Se kur vjen vdekja, do të thonë kur vdes njeriu, atëherë ka 4 obligime në lidhje me pasurinë e tij. Edhe këto do t'i përmendim përsëri edhe te normat e trashëgimisë. Do të thonë në momentin kur vdes njeriu dhe ka lënë diçka prej pasurisë, në lidhje me atë pasuri ka 4 obligime. Obligimi i parë është përgatitja e xhenazës, varrimit, do të thonë për larjen e xhenazës, për qefinosje, për hapjen e varrit, për bartjen e xhenazës, do të thonë këto çështje që janë të domosdoshme, janë obligimi kryesor, edhe obligimi i parë në pasurinë e njeriut. Edhe kjo ka përparësi para çdo gjëje tjetër, sepse kjo nuk mund të shtyhet, të lihet për më vonë që të kryhet. Do të thonë fillimisht prej pasurisë së tij kryhen këto. Pastaj pas kësaj vijnë borxhet. Do të thonë edhe borxhet që i kanë ndaj Allahut, edhe borxhet ndaj krijesave.
Do të thonë borxhet ndaj Allahut siç janë ndonjë kefaret, do të thonë nëse ka për të paguar ose për shembull nëse nuk e ka kryer zakatin dhe ka hyrë obligimi i zakatit, ose të ngjashme, ose për shembull shpagimin për mos agjerimin e Ramazanit e të tjera, do të thonë e dyta vin këto borxhe ose borxhet ndaj njerëzve, do të thonë që i ka marrë dikujt. Kjo mund të jetë në testament. Nëse shihet testamenti, tregohet për shembull se i ka borxh dikujt, atëherë ky është më parsor. Ka ihtilaf të dietarët, cili ka përparësi, cili borxh, a është borxhi ndaj Allahut apo borxhi ndaj njerëzve. A kemi përmendur ndonjëherë këtë çështje apo s'na kujtohet se nuk e di që e kemi përmendur, por bën vaki, do të thonë ka kalu. Ka disa dietarë thonë se përparësi ka borxhi ndaj Allahut, pastaj ndaj njerëzve. Disa kanë thonë përparësi ka borxhi ndaj njerëzve në fillim. Por e vërteta, thot Sheikh Abdulrahman As-Sa'di, rahimahullah, thotë e vërteta ose e sakta është se nuk i jepet përparësi ndonjërit, po janë në nivel të barabartë të rëndësisë. Sikur, për shembull, nëse kishte pas disa njerëz të cilëve u ka borxh, edhe pasuria nuk mjafton për gjithë, që të lahen gjitha borxhet, atëherë si veprohet? Ndahen, domethënë me aksione, po proporcionalisht u ndahet atyre, dhe nëse ka borxhe ndaj Allahut, domethënë, gjithashtu, pra proporcionalisht lahen të gjitha ato një herës dhe nuk i jepet përparësi ndonjërit ndaj tjetrit. Pas kryerjes së borxheve, obligimi tjetër i pasurisë është kryerja e testamenteve. Do të thonë nëse kalon testament, si tham, për ndonjë sadaka, për shembull për jetimat ose për udhëtarët që mbeten rrugës, ose megjithëse kjo në kohën tonë është shumë e rrallë, ose për shembull për xhamit, ose për një xhami të caktuar, ose për një shkollë, ose për nxënës dije, ose domethënë nëse kalon ndonjë testament këtill, pas kryerjes këtyre dy obligimeve paraprake, dhe nëse ky testament është më pak se 1/3, domethënë jepet edhe kryet ajo, dhe obligimi i katërt në pasuri është trashëgimi, ose haku i trashëgimtarëve, dhe ndahet sipas asaj që e ka caktuar Allahu në mënyrë të prerë dhe të drejtë për drejtë, të qartë në ajete të qarta. Pastaj në hadithin e radhës thot an Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu qal, ky hadith transmetohet nga Sa'd ibn Abi Waqqas, i cili tregon për ndodhinë e vet. Pra Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, i cili është një prej 10 të përgëzuarve me xhenet. Ka thonë: "Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada' min waj'in ishtadda bi." Do të thonë erdhi i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam vitin e haxhit të lamtumirës, të më vizitoj nga një smundje që mu rëndua shumë. Do të thonë isha shumë i smur, edhe u vështirësu smundja, atëherë ka shku i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam që ta vizitoj. Dhe i thash: "Ja Rasulallah, qad balagha bi min al-waj'i ma tara." Do të thonë o i dërguari i Allahut, i ka thonë, e sheh se në çfarë grade më ka arritur smundja. Wa ana dhu mal, edhe ka thonë unë kam shumë pasuri. Wala yarithuni illa ibnatun, edhe nuk kam asnjë trashëgimtar përveç se një vajzë, vetëm një vajzë, do të thonë, kjo është shumë pasuri e madhe. Afa atasaddaqu bi thuluthi mali, ka thënë ta jap sadaka, të jap 2/3 të pasurisë time. Do të thonë i mjafton 1/3 është e mjaftueshme për vajzën time, a të jap sadaka 2/3. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jo. Thot i thash fashatru ya Rasulullah, ata jap gjysmën, o i dërguari i Allahut. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jo. Ka thënë fa thuluth, po 1/3 ata jap. Ka thënë e thuluth, wa thuluthu kathir. Do të thonë 1/3 po, dhe 1/3 është shumë, gjithashtu. Do të thonë 1/3
lejohet, mirë po është shumë, nuk është e preferuar që 1/3 e pasurisë ta lësh, domethënë, kështu ta japësh sadaka ose testament në momentet e vdekjes. Dhe pastaj ja ka arsyetuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka thënë innaka an tadhara warathataka aghniya'a khayrun min an tadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Thënë se ti lësh trashëgimtarët e tu të pasur, është më mirë për ty se sa ti lësh nevojtar ose të varfër dhe t'u lypin njerëzve, t'u ashtrin dorën njerëzve, domethënë. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha. Por ta di se çdo shpenzim që e bën, çdo gjë që jep, çdo shpenzim, kur e ke qëllim të arrish fytyrën e Allahut, domethënë të arrish kënaqësinë e Allahut dhe të arrish që ta shohësh Allahun subhanahu wa ta'ala dhe fytyrën e tij të madhrishme, do të marrësh shpërblim për ta, për çdo shpenzim që e ke niyetin për Allahun. Hatta ma taj'alu fi imra'atik. Edhe madje edhe kafshatën që e vën në gojën e gruas tënde. Domethënë nëse e ke për qëllim fytyrën e Allahut. Atëherë thot, pra kjo u sqaru çështja e dhënies sadaka. Pra, shikoni, edhe kjo mund të quhet edhe testament edhe sadaka. Pra në momentet kur e sheh njeriu që është duke vdekur, do me dhënë më shumë sadaka. Ose nuk mund të arrijë ai që ta japë dhe e le testament që të jepet më njëherë pas vdekjes së tij. Do të thonë kjo është sikur me dhënë sadaka në momentin e fundit të jetës, hyn në këtë, do thotë që duhet të jetë deri në 1/3. Ose e shkruan që të jepet pas vdekjes, do të thonë deri 1/3. Pastaj ka thënë Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah ukhallafu ba'da ashabi, ka thënë dërguari i Allahut, a do të mbetem këtu, do të thënë pas shokëve të mi, do të thënë do të mbetem në Mekë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tukhallaf. Po innaka lan tukhallaf, do të thënë nuk do të mbetesh. فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. Ka thënë edhe nëse mbetesh, do thotë, në Mekë, edhe kthehen sahabët tjerë në Medinë, dhe çdo vepër që do ta bësh që e ke qëllim fytyrën e Allahut, do të shtohen shkallë dhe do të ngrihesh edhe më lart, do të thënë në xhenet me vepra të mira. ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. Ka thënë ti do të jetosh shumë, do të thonë do të mbetesh edhe pas meje gjallë, edhe do t'ju bësh dobi disa njerëzve dhe do t'i dëmtosh disa të tjerë. Dhe ka thonë Allahumma amdi li ashabi hijratahum wala taruddahum ala aqabihim. Ka thonë o Allah, plotësoa shokëve të mi, sahabeve të mi hijretin, pra ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o Allah, plotësoja sahabeve hijretin dhe mos i kthe mbrapsht, do të thonë si kanë qenë më përpara. Ka thonë lakin il ba'is Sa'd ibn Khawla. Mirë po ka thonë, do thotë kjo është shprehje dhe mëshurisë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thonë ndihmet se ka humbur Sa'd ibn Khawla. Edhe thotë yerthi lahu, pra thotë Sa'd ibn Abi Waqqas, yerthi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Mekka. Do të thonë ka shprehje keqardhje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që Sa'd ibn Khawla ka vdekur në Mekë. Pra ky hadith ka përfitime të shumta, edhe disa çështje që lidhen me temën që kemi për testamentin. Pra këtu shohim se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka pyetur Sa'd ibn Abi Waqqas, a mund ta jap shumicën e pasurisë, do të thënë 2/3 pasurisë dhe 1/3 ta lë për vajzën time. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo, do thotë kjo nuk është e lejuar. Edhe pastaj
është nga kujdesi që kanë pasur sahabët që të bëjnë më shumë vepra të mira, është mundu prapë me shkallën tjetër, ka thënë gjysmën e pasurisë ta lë, i ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, jo. Ka thënë pastaj 1/3, atëherë, siç tham, ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, 1/3 lejohet, do të thonë mund ta japësh deri 1/3, mirë po edhe kjo nëse jep prej pasurisë tënde, do të thonë në fund të jetës, deri 1/3 edhe kjo është shumë. Do të thonë nuk është mirë po lejohet deri te 1/3. Dhe ka një tjetër transmetim se ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, pra 1/3 la mani'a min at-tasadduq bi-thuluth, pra nuk ka pengesë që të japësh sadaka 1/3, ma'a annahu kathir. Jo, kjo është sqarimi, do të thonë, i fjalës pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Pra nuk ka pengesë që ta japësh 1/3 edhe pse është shumë, por më mirë të zbresësh më poshtë, ta japësh 1/4 ose 1/5 e pasurisë. Kjo është më mirë, do të thonë, dhe siç e ka sqaruar këtë se do të thonë ti lësh trashëgimtar të pasur është më hajrit, më e dobishme për ty. Pra edhe për në ahiret. Është më mirë që ti kesh pasardhësit të pasur ose të pavarur prej të tjerëve, më mirë se sa të jenë nevojtar dhe që duhet të ushtrin dorën të tjerëve. Të ushtrin dorën njerëzve, do të thonë. Kjo do thotë do të thënë këto janë dy shkaqe pse pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka udhëzuar që mos japë më shumë se 1/3, do të thënë që edhe të ketë pasuri, sepse njeriu mund t'i duken sigur shenjat vdekjes, mirë po mund edhe mos vdes, edhe si ka ndodhur me Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Atëherë është mirë nga një aspekt që t'i mbetet atij pasuri, që mund të bëjë vepra të mira dhe më tutje. Jo në një smundje, do ta japë pasurinë edhe pastaj mbetet gjallë dhe atëherë duhet ai të bëhet lyps për të tjerët, edhe pse ka qenë i pasur. Dhe gjithashtu shkaku i dytë është se qëllimi që pasardhësit ose fëmijët të jenë të pavarur, edhe të jenë të vetë mjaftueshëm, është qëllim sheriatik. Edhe prandaj njeriu duhet me ta ketë synim të arrijë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Do të thënë jo synimet dunjas, mburrje e kështu me radhë, do të thënë vetëm qëllimet dunjas, mirë po qëllim për të arritur tek kënaqësia e Allahut, të jetë duke i lënë fëmijët e tij në gjendje të mirë, të rehatshme, që mos jenë pastaj nevojtar për të tjerët dhe të shpërqendrohen, do të thënë, në kërkimin e dunjas, edhe të harrojnë adhurimin ose kërkimin e udhëzimit, kërkimin e diturisë e kështu me radhë. Dhe pastaj në këtë hadith, pra pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka përgëzuar Sa'din, se i ka thonë nuk do të mbetesh në Mekë, do të thonë nuk do të vdesësh në Mekë, po do të jetosh, bile ka thonë do të jetosh pas meje, edhe do të bësh shumë hajër. Do të thonë do të bësh hajër besimtarëve dhe do të bësh dëm mosbesimtarëve. Thotë, dhe kjo është prej shenjave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se Sa'd ibn Abi Waqqas ka jetuar edhe shumë pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe është i fundit prej 10 përgëzuarve me xhenet që ka vdekur. Dhe me të vërtetë ashtu ka ndodhur se pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur ka dalë një numër i madh, do të thonë shumica e gatishullit arabik ka dalë prej islamit, edhe i ka luftuar Abu Bekri radhiyallahu anhu, edhe i ka kthy prapë në islam, me ata ka marrë, do të thonë, pjesë në luftra Sa'd ibn Abi Waqqas. Dhe pastaj, pas përforcimit të shtetit, edhe në kohën e Omerit radhiyallahu anhu, kur besimtarët e kanë sulmu perandorinë e Persisë, që ka qenë shteti më i fuqishëm në botë në atë kohë, ose një prej 2 shteteve më të fuqishme, një prej superfuqive më të mëdha, sahabët e kanë luftu Persin.
Dhe komandanti kryesor i këtyre luftrave kundër Persisë ka qenë Sa'd ibn Abi Waqqas. Edhe ka bë shumë dobi muslimanëve, domethënë dobi të shumta, dhe u ka bë dëm mosbesimtarëve. Një prej tyre ka qenë perandori i Persisë, që ka pas emrin Yazdajerd, domethënë Kisra, Yazdajerd. Ai do thotë ai e ka humb domethënë atë perandoria, atë mbretëri të madhe, edhe ka hik dhe është vrarë. Domethënë gjithashtu ka hikur nga mbretëria e tij dhe është zënë dhe është vrarë. Domethënë gjitha këto fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë realizuar një për një në më vonë, domethënë jetën e Sa'dit. Do thotë edhe pse në shikimin e njerëzit thjesht, thotë ka qenë në momentet e fundit të jetës Sa'di. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka folë me shpallje nga Allahu subhanahu wa taala, jo nga mendja e tij. Edhe kjo gjithashtu ka ndodhur në raste të shumta të jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si ka qenë gjatë hijretit, që ka thonë se i ka thonë Surakas, nëse kthehesh do t'i veshësh hallkat e Kisras, domethënë Persisë, edhe kjo ka ndodhur. Edhe gjatë hapjes Hendekut ka thonë se u çliru Roma, kështu me radhë, do thotë kryeqendra e Romës, që ka qenë Konstantinopolia. Edhe gjitha këto kanë ndodhur, ashtu si ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do thotë kur i ka thonë, kanë qenë momente ku shikimi njerëzor është i atill që nuk beson se mund ndodhe ajo. Do të thonë si rasti Sa'dit, si ato momentin e hijretit, momentin më dobët, edhe në momentin e Hendekut, do të thonë kur kanë qenë më dobët muslimanët edhe më të friksuar, të sulmuar, thotë i ka përgëzu për këto që ka ndodhur ashtu si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këto janë disa prej argumenteve të pejgamberit të tij sallallahu alaihi wasallam. Pra i ka thonë që nuk do të vdesësh në Mekë, po do të jetosh edhe më vonë, edhe do të bësh shumë dobi. Domethënë ka çliru shumë vendet jo muslimanëve, domethënë i ka çliru me islam. Mirë po, edhe kjo pjesa e fundit, do të thonë ka pas keqardhje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për Sa'd ibn Khawla radhiyallahu anhu, i cili ka qenë prej muhaxhirëve. Mirë po ka vdekur në Mekke. Si duket në haxhin e lamtumirës, Allahu a'lam. Dhe për këtë kanë ndje keqardhje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se nuk ka qenë, domethënë vdekja e tij në vendin ku ka bërë hijret. Edhe kjo është argument se kur njeriu shpërngulet, bën hijret për hir të Allahut, nuk kthehet më në atë vend prej cilit është largu. Nuk duhet të kthehet. Ka në disa transmetime që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam muhaxhirëve ka thonë që mos rrinë më shumë se 3 ditë në Mekë. Domethënë edhe pas çlirimit të Mekës, edhe pasi Mekja është bë vendi i Islamit dhe qendër e Islamit, përsëri ka thonë që mos qëndrojnë më shumë se 3 ditë në Mekë, që mos jetë prishje ose dobësim për hijretin e tyre, sepse hijreti është një prej veprave më të mëdha. Domethënë vepra më e madhe është Islami, me hyrë në Islam, me pranu imanin. Pastaj pas kompletimit të Islamit, domethënë me namazin dhe me shtyllat e Islamit, atëherë vepra më e mirë është lufta në rrugën e Allahut dhe hijreti në rrugën e Allahut. Domethënë këto janë veprat më të vlefshme. Dhe nuk lejohet në këto vepra njeriu të kthehet. Domethënë si folëm më herët që nuk lejohet te dhurata, nëse i ka dhënë dikujt dhuratë, pra nuk lejohet të kthehet ta blej për shembull dhuratën. Jo, të kthehet që ti thotë kthema dhuratën se u bëna pishman. Por edhe nëse ai atë dhuratë që ja ka dhënë, domethënë tash ai do ta shes, nuk lejohet të blesh. Domethënë mos më u kthi asaj që e ke dhënë. Për hijret është edhe shumë parsore, domethënë që mos kthehet njeriu në atë vend të cilin e ka braktis për hir të Allahut subhanahu wa taala, domethënë nuk kthehet. Dhe tani për këtë shkak Sa'd ibn Abi Waqqas, domethënë kur i ka ditur këto, është friksu, domethënë unë thot pra bona hijret për hir të Allahut, dhe është prej të hershmëve, prej më të parëve që kanë hyrë në Islam dhe kanë plotësuar hijretin. Edhe prandaj është prej 10 përgëzuarve me xhennet.
Ka thonë, do të thënë gjitha këto vepra tani prapë mbije që jetat më përfundojnë në Mekke. Për këtë është brengosur, a do të mbetem unë pas sahabëve, pas shokëve të mi, do të thënë gjithë shokët do të më kalojnë dhe unë do të mbetem. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jo, po do të jetosh edhe shumë, edhe do të bash shumë dobi, do të sillësh shumë dobi për besimtarët dhe dëme për mosbesimtarët. Kurse Sa'd ibn Khawla radhiyallahu anhu, edhe ai ka bërë hijret për hir të Allahut dhe nuk është kthyer në Mekë që të jetojë. Dhe nuk është dobësu, domethënë vepra e hijretit atij. Por është e dini, domethënë shumë çështje përmendet dëshmia e vendit ose dëshmia e përfundimit për shembull, që janë me caktimin e Allahut. Për shembull, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush mund të vdesë në Medinë, le të vdes, sepse kush vdes në Medinë, domethënë do të jem ndërmjetësues për ta. Kjo është edhe një vlerë plus. Dhe që e ka humbur, domethënë Sa'd ibn Khawla radhiyallahu anhu, por kjo nuk do të thonë se i është anulu hijreti, sepse Allahu e di niyetin e njerëzve. Dhe kjo që ka ndodhur është me caktimin e Allahut, nuk ka qenë me zgjedhjen e tij që të kthehet të jetojë në Mekë deri në fund të jetës, por ka shku për haxh dhe ka vdekur në Mekë. Po qëllimi i keqardhjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ose themi sikur e ka si i thuhet kështu në gjuhë, domethënë sikur e ka vajtu, dhe me vjen gjuna për të, është thotë ky është qëllimi, se nuk e ka arritur ta ketë plot, që edhe vdekjen ta ketë në Medinë ose jashtë Mekës, po i ka ndodhur kjo. Kjo nuk ja pakson shpërblimin e hijretit, mirë po nuk është plotsu kjo e përsosura, thotë. Wallahu a'lam. Dhe është lutë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për sahabët e tij që t'ju plotësohet hijreti dhe mos kthehen. Edhe kjo është ajo që ka ndodhur. Prandaj kjo është edhe një argument kundër rafidive, të cilët thonë se gjithë sahabët kanë bërë ridde, edhe aty e përfshin Ebu Bekrin, Omerin edhe të tjerët. Do thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lutë që ata të vazhdojnë në islam, në iman, edhe në hijret. Edhe është e njohur që askush prej sahabëve nuk është kthyer në Mekë që të jetojë pasi kanë bërë hijret. Dhe do të thonë këtë nuk e kanë bërë, gjithashtu edhe prej islamit nuk janë largu. Pra është plotsu lutja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë, në lidhje me temën, pra t'i kthehemi edhe një herë, ajo që përfitohet nga ky hadith, u kuptu, do të thonë se maksimumi që mund ta japë njeriu në fund të jetës së tij është 1/3. Edhe kjo është një prej rregullave të testament. Do të thënë ajo që mund ta japë në fund të jetës ose ajo që mund ta lërë testament për pas vdekjes tij, maksimumi është 1/3. Dhe nëse kalon testament të atill që e harxhon më shumë se 1/3 të pasurisë, nëse zbatohet, e harxhon më shumë se 1/3, ky testament nuk plotësohet. Plotësohet vetëm deri te kufiri sheriatik. Përveç nëse duan trashëgimtarët edhe lejojnë që të bëhet i plot, do të thonë sa e kalon ai personi që ka vdekur. Nga ky hadith gjithashtu shohim, do të thonë se preferohet vizita e të smurit, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk kalon diçka prej veprave të mira pa i zbatuar, edhe na ka udhëzuar me fjalë dhe na ka dhënë shembull me vepra. I ka vizituar të smurt prej sahabeve të tij. Dhe vizita e të smurit në përgjithësi është mustahab, e pëlqyer. Dhe ndonjëherë është edhe më e pëlqyer, më e fuqishme, nëse është haku ndaj atij personi më i madh. Edhe është obligim nëse bëhet fjalë për prind. Do të thënë nëse është prindi i smur, atëherë është obligim vizita e tij, sepse mungesa do të thënë kur prindi është i smur, atëherë llogaritet prej uquq, do të thënë prej sjelljes të keqe ose mos respektit të prindit.
Gjithashtu kanë nxjerr dietar nga ky hadith se lejohet i smuri të tregojë se ka smundjen e rand, nëse nuk është për ankesë. Domethënë nuk ankohet, mirë po, është lajmërim, sepse ka dash Saadi radhiyallahu anhu për që të pyes, domethënë diçka. Prandaj ka thënë se smundja është shumë e randë dhe ka pyetur, domethënë për normat e shariatit, e ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe nëse nuk është për ankim, për ankesë, atëherë lejohet, por nuk lejohet që njeriu të ankohet. Thotë shumë mëdhem, shumë ashtu, domethënë ajo nuk është e lejuar, do thotë. Po ashtu nga ky hadith përfitojmë konsultimin me njerëz të dijes, edhe të pyeten njerëz të dijes për këtë çështje. Në ka ra në shumë raste, domethënë si kanë pyet sahabët për pasurinë e tyre, si të veprojnë, që ta marrin maksimumin e shpërblimit prej atyre veprimeve në pasuri, sepse ndonjëherë njeriu nëse vepron pa dije, e ka qëllimin e mirë që të bëjë mirë me pasurinë e tij dhe ndoshta e dëmton vetveten. Domethënë, ndoshta ngarkohet me gjëra, ndoshta bën padrejtësi. Edhe kjo mund ndodhet, thotë si për shembull sahabiu që ka dashur me alon njëri djalë pasuri, diçka prej pasurisë, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë, ai ka lënë të gjithëve njësoj. Dhe kur ka thënë jo, atëherë ka treguar se nuk lejohet. Domethënë duhet pra ka pas mundësi ai që të veproj pa e pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, vepron diçka duke menduar se është duke bërë mirë, pastaj do thotë i bën dëm vetvetes dhe të tjerëve. Për këtë shkak, për çështje të rëndësishme, pra duhet të pyeten njerëz të dijes, të kërkohet fetva, sqarim prej normave të shariatit Allahut. Gjithashtu, ky hadith është argument se lejohet grumbullimi i pasurisë. Pasi kanë thënë disa prej sufive të vjetër, dhe nuk lejohet të mbajë njeriu pasuri, ose kanë pas dikush prej sahabeve ka pas këtë mendim, siç është Abu Dharri radhiyallahu anhu, ka pas mendimin se nuk lejohet njeriu ta deponoj, ta ruaj pasurinë. Duhet gjithën ta jap në rrugën e Allahut. Mirë, po më e saktë është se lejohet grumbullimi i pasurisë, nëse njeriu e jep zakatin edhe të gjitha obligimet që janë në lidhje me pasurinë dhe shpenzon për të mirë, atëherë lejohet edhe të ruaj prej pasurisë, domethënë nuk është e ndaluar. Edhe për testamentin, domethënë është e pëlqyer që njeriu të japë të larë testament, për atë se është domethënë është më mirë, më pak se 1/3, do ta lexojmë fjalën e Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhu. Edhe, siç e kemi parë edhe në hadithe të tjera, që sadakaja më e mirë është ajo që njeriu e shpenzon për familjen e vet. Domethënë më e mira sadaka ajo që shpenzon për vete, pastaj ajo që shpenzon për gruan, pastaj ajo që shpenzon për fëmijët, pastaj për të tjerët. Prandaj njeriu në këto duhet ta korrigjojë niyetin, ta ketë parasysh që ta bëjë këtë për hir të Allahut. Dhe në këtë hadith pra u përmend se që të lihen trashëgimtarët, fëmijët me pasuri të mjaftueshme është sadaka më e mirë. Edhe ka thënë çdo gjë që jep, domethënë këtë në hadith që e lexuam, pasi ka thënë t'i lësh fëmijët të pasur është më mirë se sa t'i lësh të varfër edhe t'u ashtrin dorën njerëzve, ka thënë wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha. Domethënë çdo shpenzim që e bën dhe me këtë do fytyrën e Allahut, do të marrësh shpërblim. Hatta ma taj'alu fi imra'atik. Domethënë edhe kafshata që e vendos në gojën e gruas tënde. Domethënë nëse është sipas këtyre udhëzimeve, pra njeriu e kupton se kështu na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala, na ka udhëzuar gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë e bën me niyet për ta përmbush urdhrin e Allahut, për ta kryer urdhrin e Allahut, për ta kryer udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë merr shpërblim. Edhe gjithashtu për këto synime të rëndësishme, domethënë
pra pasi është kujdesi për familjen, për gruan dhe fëmijët, është obligim i burrit, atëherë duhet ta ketë parasysh që nuk duhet ata t'i lërë pas dore. Do të thonë të jenë më të nënçmumt ose më të pahishmit, si më thonë, mesin e njerëzve, por ta ketë qëllim për hir të Allahut, do të thonë për të arritur kënaqësinë e Allahut, që ta kryej këtë obligim në mënyrën më të mirë. Kjo është një prej përfitimeve që i kanë përmendur dietarët. Edhe ka përmendur Ibn Daqiq al-Eid, rahimahullah, se shpërblimi nga shpenzimet që i bën, do të thonë, kushtohet nga niyeti i saktë për kërkimin e fytyrës Allahut. Edhe kjo është çështje precize edhe e vështirë, sepse thotë është përplaset me atë që e kërkon vetë natyra e njeriu dhe epshet e njeriu. Do të thënë, prandaj këtu duhet njeriu të luftojë me nefsin e vetë dhe me epshet e veta, edhe ta ketë parasysh, do të thënë, arritjen e kënaqësisë së Allahut subhanahu wa taala. Se këto janë obligime fetare, do të thënë obligime në lidhje me pasurinë, obligimet ndaj familjes janë obligime fetare. Prandaj duhet ta ketë parasysh njeriu që është duke e kryer obligimin fetar ndaj familjes vet. Pastaj disa prej dietarëve kanë thënë duhet në secilën herë ta përsëris niyetin, apo mjafton një herë ta rregulloj niyetin, domethënë që këto shpenzime i bëj për hir të Allahut, për ta kryer këtë obligim që ma ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Kanë thënë se mjafton një herë. Do thotë nuk është patjetër në secilin, si më thon, secilin cent që e shpenzon për familjen, thotë me mendu këta, por një niyet për secilin lloj të shpenzimeve. Domethënë nëse ka, nëse bëhet fjalë për ushqimet, domethënë ta ketë atë niyet për veshjen, ta ketë atë niyet për vendbanimin, ta ketë për mjetin e udhëtimit, domethënë për gjithë ato ta ketë niyet arritjen e kënaqësisë Allahut, ose del pastaj më vonë diçka e re, do të thënë vjen për shembull për shkollimin e fëmijës që ta mësoj fenë e Allahut, do të thënë duhet shpenzim, atëherë duhet ta përsëris niyetin. Do thotë çdo herë duhet ta ketë parasysh këtë niyet në shpenzimet edhe për familjarët e tij, sepse për ato merr shpërblime të shumta. Po, këto tjerat i përmendëm se kush braktis një vend për hir të Allahut nuk lejohet të kthehet në atë vend, sepse e prish veprën e tij me këtë. Dhe se është prej argumenteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ky hadith që ka treguar për jetën e gjatë të Sa'd ibn Abi Waqqasit radhiyallahu anhu. Gjithashtu tregon se ky hadith është argument se besimtari ngrihet në grad në xhenet me vepra të mira. Sa më shumë vepra të mira, do të thonë, arrin grad më të larta në xhenet dhe më afër Allahut subhanahu wa taala. Këto janë, mjaftojmë me këto përfitime dhe ka edhe përfitime të tjera nga ky hadith. Dhe hadithi i fundit në këtë temë është hadithi 292. ثوت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مثلا استرانسميتوار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سكاثان لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير كاثان مامير pra ka thënë Abdullah ibn Abbas, më mirë njerëzit ta ulin testamentin nga 1/3 në 1/4 është më mirë, sepse i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë 1/3 lejohet, kurse por ajo është shumë. Domethënë, kjo është përforcim prej kuptimit të sahabeve për atë që e shpjeguam prej hadithit. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا.